Forcat e tjera u mbërthyen pagës dhe shtangën në vend, a ky guximi buri. Amishtut meruan pa mas prej asaj ngjarjeje, dhe për herë më tepër, po ju mbushin mendja të mirë njëra tjetrin. Por ata që ndruan sepse mendonin se tanët s'kishin për të lëvizur më nëpër atë terë të natës, dhe se do ta shtynin fatin e ndeshjes për të nesërmen, por sidomos sepse shikonin që ikja natën përveç turpit ishte për ta e pasigurt dhe plot rreziqe. Skënderbeu gjithashtu pati shumë dallë dyshimi në shpirt. A të priste ditën apo të vazhdonte fitoren, sepse shpresa që e mbante nuk i doli. Dhe me të vërtetë, ai së pari kujtoi se do t'i sulmonte armiqt pa pandehur dhe do t'i gjente të parregulluar, si kishte gjetur më parë Hamzën, pastaj për shkak të fatkeqësisë që pësoi para roja. Ta do të iknin patjetër duke i kthyer shpinën, sesa ai do t'i ndiqte në ikje sipër, dhe do ta kishte kështu fitoren në dorë pa pik gjaku nga ana e ushtarëve të vet. Por kur i pa të qëndronin për bukuri dhe si të ishin duke u këshilluar, la mënja në çdo vonesë dhe lëshua mbi ta nga çdo anë, pasi dha shenjën e betejës. Duhet për të fituar nga fati, thoshte. Duhem prishur planet e armikut për të ikur. Sa si ja ka dalë ende frika, sa si është tharë ende gjaku, sepse asgjë tjetër nuk mendon dhe nuk pret, veçse si të zhduket nga sytë tanë, i lirë dhe pa rrezik. Debrea, duke dalë fluturinti në krye të radhëve të parë, që po kundërvrakonin, më me ngathtësi, u dha atyre me fjalë, dhe me shembullin e guximit dhe të trimërisë së vet, shumë zemër dhe sulmi tanëve u frenua me ngull. Por me qenë se radhat e rreshtuara kishin frikë të përzieshin, dhe shtria për pak kohë nuk u bë tepër e përgjakshme, derisa njëri nga muzakët, i dërguar nga krahu i majt, bashkë me një pjesë kalorësish për të ndezur armiqt, ja filloi i pari shpartallimit të radhave të tyre. Skënderbeu, duke ndrydhur pa prerë ata që ishin në vit të parë, po përpiqej me të madhe të gjuante kapedanin e tyre, dhe kish porositur disa nga të vetët, cilëve ua kishin ngrohur zemrën me zotime të shumta, që mos ja hiqnin syt. Ose gjë e veçantë për të në të gjithë përleshjet ka qenë pikërisht kjo, që t'i niste dhe t'i mbaronte planet e fitores me kapjen dhe me zhdukjen e kapedanit. Ai kishte zakon të thoshte se duhet prerë gjithmonë më parë koka, se trupi tjetër rrezohet të zhduket. Pastaj vetiu, e se nuk dinte ndonjë farë fryme të gjithë natyrës që të qëndronte gjallë, po t'i prisje kokën. Por këto plane ja lojti pagës Kastrioti, bubullia e shkaktuar nga muzaka, sepse Debrea, pasi la frontin ku qëndronte, vraproi fluturinti në atë anë, me qëllim që të sprapste armikun dhe të rivezdoste rregullin në radhat e kurat. Duke u gëzuar njëkohësisht që të manovronin me thelpëri dhe të bënin që sulmi më i fuqishëm dhe shpagimi të mbështeteshin për të nesërmen sa të gdhijej. Në këtë anë, ushtarët e kuptuan me njëherë se u mungonte kapedani, prandaj filluan të luftonin më pa rregull, të qëndronin më dobët tanëve dhe të shtyheshin më lehtë. Mojsiu u lëshua dhe u fut për abinë të gjithëve në mes të radhave më të dëndura të tyre. Pasi ja rëmbeu barbari fluturimi nga duart, u hodhi shokun. Kështu ai u shtiu atyre në zemër zegtat e një furie dhe të një farë sedre, si të thuash, më të madhe. Shumë ishin tani mojësinjt kudo, shumë togjet pa flamuj të turqve, me zorë se dukeshin kundër fytyrave luftëtarësh, por vetëm shpina armiqësh që po ambafnin. Duke haruar disiplinën dhe radhët që duheshin ruajtur, duke haruar manovrimin e porositësit. Debrea nga me njëri kanin dhe arriti atje të rëzemëri me frikë njëkohësisht. Ndërsa po thëriste shokut që të ktheheshin prapa, të përpiqej më të madhe që të ripërdërinte betejën. Skënderbeu, cili ja kish vënë me kohë syrin, i qelloi mu në gjoks e patërshan dhe ja përshkoi tepër. Megjithse deshi t'i shmange hekurit, duke përkulur kokën, ai rrëshqiti në mjekër dhe u nguli tërë. Kështu mbaroi ai bashkë me të betejën në fletë. Kur përplas për dhe nga kali të tit, e mbrojtëm përderisa e pandehën të gjatë dhe prisnin t'i kërcente përsëri kali. Por kur e panë se ai ishte një kufom që s'lëviste, dhe se s'mbeti kush që t'i bërtiste të punës para ati, ja kthyen siç i thon fjalës drejtimin
Anjes dhe e lanë kështu të gjithë flamujt, kampin, stermet, shokët kundërshtar. Ushtria Hamziane, që se aron të modrizën, e trimërinë e tanëve, ruaj fort në këtë betejë, dhe kishall si të shpëton. Prandaj, që e para që jam bath, kur agoj dita, ikja për ta, u bë më e sigurt, por edhe më e përgjakur, sepse më njanë Muzaka e më njanë tjetër Mojsio, u alëshonin krejt kuajt prerve, dhe u derdhën mbi ta, duke vrarë pothuajse më shumë tani që po iknin se sa kur mateshin në shesh të betejë. Disa ranë në dorë të tyre dhe të gjallë, sepse nuk mund ta frenonin armikun që po u frinte prapa supeve, dhe su kish mbetur pikë fuqie dhe guximi për të qëndruar apo për të rënë me lavdi. Po fitore do të kishte qenë shumë më e madhe, paktën nga numrit e plagosurve, sikur tanët të kishin ndonjë tokë shigjetarësh, por përveç burojave. E shtave se shpatarata s'kishin gjë tjetër. Kur më në fund barbarët po hynin në pjesën më të brendshme të krahinës, dhe ndjekja quaj më rrezikshme të thuash për ndjekësit se sa për ndjekurit. Në beu ndali hapin dhe pasi mblodhi shokët e robërit, të kthye me gëzim të madh, tek të vetët pa i humbur e pa i dëmtuar kush. Në këtë betejë u vran 4000 armiq, nga tanët. Bën si zakonisht fli për fitorin 120 vet. Plaçka e zënë me udhër të kastriot, sol dhe u vu e gjitha përpara, dhe u ndasti që vendosja ai ndërmjet ushtarëve, në qëllim që të mos huajë e drejta, dhe të përfitonin më pak ata, të cilët duke mos u kujdesur për plaçkitjen e kampit dhe të sendeve të vrarëve, po e ndiqnin po me atë furi armikun në ikje sipër dhe po me atë lavdi të fitores. Kalin e Debreës bashkë me gjithë armatimin e tij, ja dorëzoi vetëm me dorë të vet Mojsi, duke lavdruar fort me fjalën nga më të mirë. Të tjerët morën gjërat e tjera, disa edhe robër. Muzakës u dorëzua një djalosh barbar, për një dere bujare me shpirt mjaft fisnik, por një gjindje jo pa lezet, lindi me njërë ndërmjet zotërisë dhe ropë. I kënaqi fort dëgjonjës. Djaloshi filloi të ishte fjalë, edhe kërkonte të dinte lirinë e para dhe po përpiqej të merrte vesh dëshirën e Muzakës për sasinë e të hollat. Po në fund ran në godi për 200 flori, e barbari dori qirsen dhe i numëroi me njëherë. Por pastaj po kërkonte lirinë, arbëroi, i dha të qeshurës, duke thënë se nuk do të ishte e drejtë të detyrojë të pranonte si çmim për lirinë në fjalë të holla. E i kishte tijat, sepse edhe trupi, edhe të hollat dhe çdo gjë tjetër që kishte me vete quaj edhe llogaritja e tij, sklavi, pas të së drejtës së luftës. Mund të kisha zgjedhur vetëm ta dispononte lirisht. Prandaj edhe çmim ai mund ta pranonte ka tjetër kush.